Babai i Ilarias Sulës reagon ndaj autorit si mundet të fshihje kufomën e vajzës son. Autori Mark Samson, që vrau 22 vjeçaren shqiptar Ilaria Sula, shkruajti nga burgu një letër ndjese për prindrit e saj. Lidhur me këtë letër ka ardhur dhe një reagim nga prindrit e Ilaria Sulës. Babai i saj në një intervistë për mediat italiane ka deklaruar se nuk e pranon faljen e 23 vjeçarit. Ai ka kërkuar që të vendoset në vend drejtësia. E pyeta atë nëse kishte lidhje me ngjarjen dhe mu përgjigj: "Unë e dua Ilarian, nuk do ta lëndoja kurrë, përkundrazi e kishte bërë, nuk ka asnjë justifikim dhe nuk më intereson se çfarë ka shkruar. Duhet vendoset në vend drejtësia", shprehur babai i saj Flamur Sula. Ndërkohë, sipas mediave italiane, edhe nëna e Ilarias, Gëzime Sula, komentoi sjelljen e nënës së Samson, e cila e ndihmoi atë të fshihte gjurmët e gjakut në shtëpi pasi mori jetën studentes shqiptare. Ajo tha se atë që bëri nëna e tij nuk mund ta bënte kurrë një nën. Ajo nuk është nën. Një nën si ajo nuk duhet të ekzistojë. Një nën nuk mund ta ndihmoj djalin të fshej një kufom, të fshej vajzën tonë. Nuk e di se çfarë zemre ka ajo, ka thënë nëna e Ilarias.